Ekzistojnë disa shenja që neve na tregojnë se zemrat tona janë gjumë dhe kanë nevojë të zgjohen. E para për tyre padyshim se është namazi. Raporti ynë me namazin tregon për gjendjen tonë reale të zemrës. Në qoftë se zemrat tona janë të gjalla në raport me namazin, realisht janë të gjalla në raport me Allahun subhanahu wa taala. Kush dëshmon për lidhjen tonë sinqert me Allahun? Namazi. Çfarë do që të themi, çfarë do që të veprojmë, me çfarë do që të merremi, çfarë do që të pretendojmë dhe të proklamojmë, mbeten gjëra teorike. Mbeten dëshmi të pretenduara. Ajo që realisht dëshmon për realitetin tonë të brendshëm dhe faktik është raporti ynë me Allahun përmes namazit. Sepse ajo që më shumë t'i do Allahu është namazi. Ajo që më së miri dëshmon për qiltërsinë e zemrave tona, devotshmërinë e tyre është namazi. Prandaj Allahu e ka bërë kusht të shpëtimi namazin. Nuk ka thënë as për sadakan, nuk ka thënë as për leximin, por ka thënë për namazin. Qad aflaha al-mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Kanë shpëtuar besimtarët, të cilët në namazin e tyre janë të përulur, pra e përjetojnë namazin. Nga se ai njeri i cili është i përkushtuar dhe i përulur në namaz, domosdoshmërisht do të jetë i përkushtuar në lexim, domosdoshmërisht do të jetë i përkushtuar në sadaka dhënie, domosdoshmërisht do të jetë i përkushtuar në lidhjet familjare, domosdoshmërisht do të jetë i përkushtuar në punë, e shumë gjëra tjera fisnike. Sepse ajo që më së miri tregon për pjekurinë e një besimtari është namazi. Është niveli më i lartë, më kulmor i devotshmërisë. Prandaj Allahu e don më së shumti. Për këtë arsye e ka bërë shtyllë të Islamit më njëherë pas shahadetit. Sepse atë që e themi gojarisht dhe verbalisht duhet ta dëshmojmë praktikisht. Dhe nuk ka mundësi më të mirë, më të lehtë, më të bukur për ta dëshmuar dëshminë tonë verbale që është shahadeti se sa përmes namazit. Çfarë do që të themi nuk mund të krahasohet me 1 orë e gjysmë që ti komunikon me Allahun subhanahu wa taala. 24 orë mi ngrit dikush durtë dhe më u lut. Ju lut Allahut. O Allah, kështu unë e dush shumë me, po nuk falet, nuk vlen. As sa për 1 minutë vetëm të namazit që ne e kryjmë para Allahut subhanahu wa taala. Pse? Sepse kjo është forma që Allahu dëshiron që ne të komunikojmë me të. Kjo është mënyra më e mirë që i përmbush gjitha nevojat tona shpirtërore, edhe që e kënaq Allahun më shumë.